Ma e të mërshme këto ditë që kam vërejt edhe inshallah nuk e shoh dhe nuk përsëritet asnjëherë. Ma e të mërshme nuk ja prish vëlledhët të ndërshëm ekspresit dhe kafës. Muezini thëriste Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Ndërsa disa musliman të parit saf që i kemi pas me një kohë, i bash me një kafe që ndjekshin atë ndeshjen edhe sikur që mos me mor frim. Me i pas thonë ati Ronaldo dhe Messi mos merë frim, janë gjengje mos me mor frim. Vlonte ati muzika dhe cigarja vledhë të ndërshëm. Allah të thërët hayya ala salah, hayya ala falah. Eja namaz, eja në shpëtim. Për këtë arsye vledhë të ndërshëm Ibrahim an-Nakha'i pa të drejtën kur tha se shokët e pejgamberit Allahut nuk i kanë konsideru çështje si konsiderojmë ne. Ne elhamdulillah ditë vetëm bajram na vjen mot edhe elhamdulillah ne kur shkojmë xhallat për me ja shkoqit familjarëve të tyre ka 10 euro, ata jo xhenet li e bojmë, po e kalojmë edhe për te xhenetit, e bojmë ata shehid i xhenetit. Ibrahim an-Nakha'i u tha sahabët shokët e pejgamberit Allahut, nëse shifshin njeri që kujdeset për namazin me mirë me njëherë me ndoshin mirë për to, e nëse shifshin njeri që neglizhon të namazin, thoshin loj dur piti se s'ka kur gjape ati.